termi për shembull liri, shumë përdoret apo sot, jetën e përditshme. Por a është që e liria, që koncepti që përmenet, që e që duhet muslimani me përvecu dhe që ashtu të me thona, a që e? Për shembull të ndërvëzër, nga kuptimet e liris sot që folit është, edhe liria e mëkatimit. I liri e lo, të pijet alkohol, raki, pe borë kush po të nolë. Apo, për shembull, zdo u martu dhe me pas, kështut, po këpëtën, ban, i lirje, që kjo lirje, a që kjo lirje, gjeresht, a që kjo lirje? Jo, kjo është rëbni. Me që rëbni, që Allah e ka kërku, për rëbni e epshit. Paramendoni, ka arë puna të na me u diskutu qështja, se ma dje dhe me u favorizu, se ma mirë është mësë më martu. Enderuara, apo? Jeto e lirë. Jeto si zogu me kratë. Mësu fut në kafazën e jetës bashkëshortore. Mësu barab i nështrumë. Mund të përgjadësh partnerin ku dush dhe sa dush. Ti ndërash me qefin tënë si teshtet e tua që i ndërën. Qështë e jote është, apo? Jeto e lirë. A që ke liri? A që ke liri? Po, në mirit dhe në mirit është konceptu kërë ti ka ndëreqë. A ti ka ndërë sura Al-Ikhlas, kuptimin e liris, kush ta ka ndërtu? Sura Al-Ikhlas, apo dikush tjetër? Kush po ti qinis kuptimit, kush po ti ndërtan konceptet, kush? Dhe i fatkeqësisht dëgjon nga njerë dhe nga vllazët musliman, apo? Se martesa i bot gogol, ose çka do kohë për koncepteve caktuara me kon i lirë. Dikush edhe menon që shumë i kenep autoritet Kur'anit njëtën tonë, sa që e ka kufizu lirin tonë. Ka do që shtë menon, a besoni? Që shtë ka do thonë. Shumë. Da nuk gudzojnë me thonë Kur'anit, se Kur'anit është kogja tensionin altë, ama suneti pa vallat. Shumë. Suneti, hadithi, pejgamberit, shumë i keni dhonë rëndësi. Kur'ani po ama hadithi. Kush po të mësat që shtë vallapën? Cilat surje të i lezuti? Surja Al-Ikhlas nuk po thot që shtë apën. Surja Nasr nuk po thot që shtë. Surja Fatiha s'po thot që shtë. Aja po thot me ju përull pejgamberit në mësime që ka me ju nështru. Nuk po me ju rebelu. Kush po të mësat që shtë apën? A i shkemë rëcitë në vëzë dhe me kuptu. Kush po të mësat Allah? Kush e mësu sëtë? Dhe gjitha konceptet e ndërtuara dhe formuluara gabimisht duhet me i rënu me Surë Al-Ikhlas. Që është funksionimi i dur i imanit? Imani funksionon kur rënon koncepte dhe ndërton koncepte. Duhet me rënu diqka, se ndoshta gjatë udhëtimit ke ndërtu gabimisht, ke mësu dikun keq, dikush të ka mësu keq. Duhet me i prezentu koncepte dhe kuptimet tona tek fjallë Allah Gjellera dhe me temu përmirësu dhe me temu me ndryshuar.